Dashur miq, përshëndetje. Do të flasim sot në këtë diskutim politik, duke i bërë një përmbledhje të shkrimit të Fajkonisë në lidhje me atë që duhet të kishim bërë dje. Në thelb ishte një artikull që Fajkonisa e ka bërë në 1901 dhe merrte në analizë një periudhë 100 vjeçare të mëparshme. Dhe në thelb ishte thjesht përqendrimi dhe fokusi i tij në ndarjen e shqiptarëve në dy kategori. Kategoria e parë ishte njerëzve që punonin për Shqipërinë dhe kategoria tjetër ishte për njerëzve që nuk punonin për Shqipërinë. Fajku thoshte njerëzit që punojnë për Shqipërinë janë ata të anës kombëtare dhe ata që nuk punojnë në Shqipërinë janë zuzar, birbo dhe bira kurvesh. Domethënë, jemi në një periudhë historike 1801-1901 dhe në atë kohë Fajkonica merrte në analizën në fokus qëndrimin e figurave politike dhe të shqiptarëve në atë kohë. Dhe konstatimi i tij apo vëzhgimi i tij i mpret ishte sepse shqiptarët në këtë periudhë ishin njerëz që kryenin vepra të mira, njerëzit që shkruanin gjëra të mira, njerëzit që luftonin për çështje kombëtare, njerëz me identitet, njerëz me qëndrueshmëri të lartë të ndërgjegjës, njerëz që kërkonin që të ishin si gjithë kombet edhe civilizuara të asaj kohe, edhe thjesht bënte një klasifikim të shqiptarëve në rrafshin që ata që punojnë për çështje kombëtare dhe ata që nuk punojnë për çështje kombëtare. Shkurt, shkërqësia e tij Fajkonica thoshte që komi shqiptar është i përbërë nga dy karaktere në identitetin e tij. Një pjesë e këtyre që ai klasifikonte ishin njerëz që ishin njerëz që punonin për të huajt, njerëz që i shisnin interesat e Shqipërisë, fuqive të mëdha, dhe ata njerëz që punonin në interes të Shqipërisë dhe në interesave të shqiptarëve. Dhe e vërteta është që shqiptarët vlerësoheshin si kombë në atë kohë. Po marrim periudhën 1801-1901. Përse në këtë periudhë shqiptarët ishin kombë i nderuar, i respektuar dhe mbas asaj periudhe nuk ishin. Pra, llogarisni, jemi në vitin 1901 ku fillon një si mund ta quajmë në term që përdoret në gjenetik, një transformim transgjenik i genit shqiptar. Pyetja ime ishte përse në këtë periudhën 1801-1901 shqiptarët ishin një kombë i nderuar e i respektuar dhe mbas asaj periudhe çfarë ndodhi me shqiptarët? Dhe çfarë ndodhi me shqiptarët si transformim transgjenik mbas asaj periudhe? Domethënë, do të marrim në shqyrtim dy periudha dhe do t'i them në përballje me njëra tjetrën. Periudhën që i nderuari dhe i respektuari tani mendimit dhe kryelëvruesi i çështjeve shqiptare, Fajkonica, bëri në vitin 1901, domethënë periudhën 1801-1901 dhe periudhën nga 1901 deri më sot. Çfarë ka ndodhur me shqiptarët? Se shqiptarët nuk janë ata shqiptarë që kanë qenë 100 vjet para analizës së Konicës. Edhe kjo është një pyetje jashtëzakonisht interesante, edhe që prek një nga çështjet më të thella të historisë së identitetit tonë, identitetit shqiptar, transformimit nga një kombë i respektuar e krenar me vetdije kombëtare në një popull shpesh që duket i përçdunuar, i përçar, i lodhur shpirtërisht, i nëpërkëmbur. Do të bëjmë një analizë të shkurtër historike dhe filozofike në lidhje me këtë pyetje edhe për të marrë në konsiderat këtë zbie, këtë
ndryshim transgjenik të identitetit shqiptar. Pra, po marrim në konsiderat se shqiptarët në vitin 1800-1900 ishin një kom i nderuar. Gjatë shekullit të 19, shqiptarët ishin ende një kom që kishin dignitet, një popull luftëtar. Principe dhe vërtyte dhe qëndrime që i kishin trashëguar që nga epoka e Skënderbeut dhe nga atë trashëgimi të tyre kombëtare edhe historike, siç ishte besa, kanuni edhe zakonet dhe doket të tjera që shqiptarët i kanë trashëguar në shekuj, si kom. Çfarë i bënë shqiptarët të veçantë në këtë periudhë? Shqiptarët në këtë periudhë ishin të organizuar dhe të strukturuar në një organizim fisnor, por me norma të forta nderi dhe morali. Shumë e rëndësishme kjo, norma të forta nderi dhe morali. Do ta marrim këtë si argument për ta përdorur më vonë se si janë shqiptarët në lidhje me këto norma të forta nderi dhe morali, edhe pse i përkasin një organizimi fisnor dhe klanor. Kishin udhëheqës lokal me ndikim, të cilët mbronin territorin dhe zakonet. Edhe kjo është një çështje jashtëzakonisht e rëndësishme. Kishin udhëheqës lokal me ndikim, të cilët mbronin territorin dhe zakonet. Luftonin për autonomi edhe më pas luftuan për pavarësi. Në këtë periudhë spikasin figura të ndritura si Adyl Frashëri, Ismail Qemali, Sami Frashëri, Naim Frashi dhe gjithë njerëzit e ndritur të epokës së rilindjes. Kishin një gjuhë, kulturë dhe ndërgjegjje kombëtare në ngritje. Përmend faktin këtu të lidhjes së Prizrenit 1878, që u organizua nga Adyl Frashëri dhe patriotët dhe rilindasit e asaj kohë. Ishte koha kur dhe armiku i respektonte përburërinë dhe qëndrueshmërinë shqiptare. Ishin një kom që e mbante fjalën, që i qëndronte nderit më shumë se jetës. Pas vitit 1900, shpërbërja e ngadaltë e nderit kombëtar. Pas shpalljes së pavarësisë, 1912 ndodhin disa tronditje historike dhe shoqërore. Ndërhyrjet e huaja në ndarjen e trojeve shqiptare. Fuqitë e mëdha coptuan Shqipërinë. Kombi shqiptar mbeti i cunguar, një pjesë në Serbi, një pjesë në Greqi, një pjesë në Malë të Zi. Trauma e coptimit krijoi një ndjenjë humbje dhe një fat të mbrapsht. Mungesa e elitave të qëndrueshme. Elitat e vjetra fisnore patriotike u bazisuan dhe u përjashtuan. U zvendësuan me elita servile të lidhura me interesat e jashtme dhe me pushtetin e ditës. Më vonë, në vitin 1944, 1991, vinë në fuqi komunistët dhe ata shkatruan atë shpirtin e besimin në fe të ndryshme, besimin në Zot, në zakone, në moralin e një kombi. Besimi, prona private u privua, familjet patriarkale dhe ndërgjegjja kombëtare u shtypën, ndodhi një transformim brutal kulturor dhe gjenetik, ku njeriu u kthye në një instrument partie dhe jo në një qytetar të lirë. Pas 1990-s, anarkia e tranzicionit. Nga një ekstrem i komunizmit, shoqëria kaloi në një etapë tjetër të një kapitalizmi të egër. Elitat e reja u ndërtuan mbi krimin, korrupsionin, servilizmin dhe harresën historike. Ndodhi emigrimi masiv, krijoi një zbrazje shpirtërore dhe shkëputje nga rrenjët. Ndryshimi transgjenik tek shqiptarët ndodhi. Pra, për të shpjeguar më mirë termin ndryshim transgjenik, le të supozojmë se një njeri jeton në kushten ku rrethana ka elemente të ndryshëm kimik. Duke qenë në këtë rrethana, duke jetuar në këtë mjedis të tillë biologjik, njeriu pëson ndryshime transgjenike me kalimin e kohës.
po ndryshimet transgjenike nuk ndodhin për shkak të elementeve kimike, ndodhin edhe për shkak të ngjarjeve historike. Në Shqipëri, ndryshimet transgjenike ndodhen për shkak të ndryshimeve politike dhe ekonomike, për shkak të vënies në vështirësi të shqiptarëve gjatë gjithë kohës, për shkak të vendimeve politike që liderët dhe udhëheqësit e këtyre periudhave historike kanë ndërmarrë ndaj shqiptarëve. Çfarë mund të themi për këtë ndryshim? Ai ndryshim i brendshëm, ai karakteri burrëror, edhe njeriu i urtë që ishte rezultati i këtyre udhëheqjeve me ndikim klanore dhe fisnore, i bëri shqiptarët që të ishin servila edhe të shërbenin pushtetit, duke cënuar rëndshëm ndershmërinë dhe moralin e tyre. Edhe ky është një ndryshim transgjenik. Edhe kemi një zhvendosje transgenerative ku gjuha, zakonet, besa trashëgohen si boshllëk, si indiferencë. A nuk kemi sot një indiferencë të jashtëzakonshme të shqiptarëve? A nuk kemi sot një humbje të nderit dhe të burrërisë të shqiptarëve? Fëmijët sot po rriten pa modele, pa një model që duhet të ndjeki shqiptari. Dhe pikërisht këtu tek fëmijët, liderët e sotëm, këta zuzar, këta që kjo fatkeqësi kombëtare që i ka ndodhur shqiptarët, i ka sjellë në pushtet, po e përdorin të boshllëk të një modeli të jashtëzakonshëm, duke demonstruar banalitetet e tyre e duke i drejtuar këta fëmijë në Google të shikojnë lakurëqësinë edhe atë vesin edhe ato banalitetet e tyre të fllihura. Ky është modeli për fëmijët tanë sot, shumë e turpshme. Shqiptarët kanë humbur burrërinë, shqiptarët nuk kanë një model dhe këta fllihësira, këta birbo, këta zuzar, këta bikurllash, po i drejtojnë drejt një modeli jashtëzakonisht të deformuar. Dhe kjo është shumë e rëndësishme sepse influencon jashtëzakonisht në të ardhmen e shqiptarëve. Në vend të burrërisë dhe nderit po përçohen vlera të një suksesi apo të një pasurimi të lehtë nëpërmjet konsumimit të imazhit të fasadës false edhe të oratorisë boshe dhe iluzive dhe mashtruese. Disa studiuese quajnë këtë degenerim epigenetik kulturor. Po a ka shpresë për rirlindje? Por ajo kërkon rikthim të rrënjët tek besa, nderi, familja dhe kombësia. Elitat e reja shpirtërore dhe morale, jo vetëm politike, një vetdije historike që edukon brezat e rinj për çfarë ishin dhe pse u çpën. Kjo ishte një analizë dhe morëm shkas nga artikulli i nderuarit dhe titanit, kryelavdëruesit të mendimit shqiptar, Faik Konica, dhe mbase ka ardhur një kohë që shqiptarët duhet të rikthehen tek ata shqiptarët e 1800-1900-s. Ndryshimi te shqiptarët ka filluar nga 1901 edhe deri më sot. S'mund të themi, nuk mund të flasim për burrëri, nuk mund të flasim për nder, nuk mund të flasim për moralin. Çështja shtrohet në një rrafsh jashtëzakonisht të thjeshtë. Shqiptar, antishqiptar, i vërtytshëm, pervers. Po, gjëra duhet shikoni. Dhe kur të hidhni atë votën, i shikoni ata kandidat që ju do të zgjidhni, shqiptar, antishqiptar, pervers apo i vërtytshëm. Shoqëria shqiptare ka arritur në këtë pikë denigrimi. Sa nuk duhet të mendoj shumë edhe të rropat dhe të mbasi orientimin në ato oratorit boshe dhe pa vlerë të këtyre palo udhëheqësve që ato rryma apo vorbulla historisë i kanë nxjerrë në skenën politike shqiptare. Kjo ishte diskutimi sot për sa i përket diskutimit politik. Kush ka qenë shqiptarët nga 1800-1901, pse ndodhen këto transformime transgjenike apo
kulturore tek shqiptarët dhe se si ata mund të rikthehen tek ai shqiptari i viteve 1800-1900. Faleminderit shumë që më ndoqët në këtë edicion për sa i përket politikës dhe mendoj që fjalët që diskutuam këtu mos të shkojnë kot, mos të shkojnë në vesh të shurdhët, po të shkojnë në ato vesh që dëgjojnë sepse ka një thënie që nga dëgjimi vjen besimi. Dëshiroj që të më keni dëshiroj dhe uroj që të më keni dëgjuar. Edhe kaq do të mjaftonte si fillim. Mirupafshim, ju uroj të kaloni një kohë të mrekullueshme me familjet tuaj, me fëmijët tuaj, edhe Zoti ju bekoft të dhënë ndryshim për të kuptuar e për të pasur një orientim të saktë në jetën tuaj edhe në zgjedhjet e në vendimet që ju ndërmerrni. Zoti ju bekoft përsëri të gjithë kudo që jeni. Zoti bekoft Shqipërinë, u bëft më e mira. Mirupafshim nga unë Fatmir Arizaj, për sa i përket diskutimit politik.